kandidate Nisë Mështori në zgjedhjet e 25 prillit. Kam lidur në Tiranë, në rrugicat dhe në lagjet e Tiranës kam kaluar një pjesë të fëmijërisë dhe adoleshencës time. Kam studiuar në shkollën e Qerem Çabej, jam marrë me aktivizëm politik në atë kohë në Parlamentin Rinor, por dhe me aktivitete kulturore falsire afin. Dhe në atë kohë kam njohur miqtë mi më të mirë, miq që ashtu si unë janë larguar kudo në botë. Në 2005 u largova drejt Italisë për të kryer studimet e larta, ashtu si unë dhe shumë të rinj. Dhe teksa prisnin që gjërat të ndryshonin për të kthyer, ajo që ndodhte ishte boshatisja e vazhdueshme dhe e heshtur nga vendi ynë. Në këto vite nuk ka ndodhur vetëm boshatisja e Shqipërisë, por mbi të gjitha betonizimi dhe humbja e identitetit kulturor, i traditës. Të gjithë vendet ku kam kujtimet e fëmijërisë nuk janë më. Dhe sot ndjehem e trishtuar, teksa dua t'i tregoj fëmijëve të mi qytetin ku unë linda, kujtimet e mia të fëmijërisë, sepse ato nuk janë më. S'do e kisha menduar kurrë që Tirana e 2021 do ishte një qytet kaq i padrejtë dhe me kaq shumë pabarazim. Tirana e bujarisë, ku disa do jetonin si për kodrave dhe të tjerët nuk do kishin as mundësinë e minimumit jetik. Në këto vite, fal punës time si ndërmjetësuese kulturore në Itali, kam takuar 10 familje shqiptare, të cilët për të siguruar jetesën apo shëndetin, të ardhmen e fëmijëve të tyre, drejtoheshin në rrugët e institucioneve atje apo dhe të spitaleve, sepse këtu të gjithë e dim që shëndetësia është katandisur si mos më keq. Por sa do i matje zhgënjimi duke u ankuar nuk zgjedhim asgjë. Në 2019 isha pjesë e zgjedhjeve për Bashkinë e Bergamos dhe aty kuptova fuqinë e qytetarëve. Fuqinë që ne kemi për të zgjedhur qytetin tonë, për të zgjedhur mënyrën se si ai qeveriset nëpërmjet referendumeve, në mënyrë që zëri ynë të dëgjohet. Ne këtë fuqinë e kanë hequr, sepse pak të vetë zgjedhur vendosin për të gjithë ne. Ndaj qëllimi ynë është që zëri qytetarëve të fuqizohet, në mënyrë që ata të mos jenë detyruar të ikin, por të sigurojnë të ardhmen e tyre këtu. Por ajo që kemi nevojë është që me 25 prill të gjithë ju të dilni dhe të votoni.